thot Aliu radiallahu anhu, thot sabri dhe domethënë me imanin janë sikur koka edhe trupi. Dhe në këtë rast Aliu radiallahu anhu na mëson se trupi në këtë rast është imani, ndërsa sabri është koka. Po u hek koka, pa dyshim se trupi nuk ka mundësi të funksionoj dhe nuk ka mundësi që të jap asnjë nga frytet ose punët ose angazhimet të cilat mund të kryej funksionimi i trupit. Andaj thot Ibn Qayyimi, sabri është qëndrueshmëria e zemrës në momentin e goditjes së saj nga çdo gjë e cila e pengon rolin e saj. Pse nuk po thot Ibn Qayyimi në këtë rast që sabri është do të me pas sabër njeriu synin, do të me pas sabër njeriu dorën, do të me pas sabër njeriu kamën, mos me hedh në venen e dorë kështu me radhë. Ibn Qayyimi po tregon se ku goditet sabri. Sabri godet, pra mungesa e sabrit godet në zemër. Dhe mungesa e sabrit, momentin që e godet zemrën, zemra bie. Dhe momentin që bie zemra, pastaj gjymtyrët e trupit e njeriu të udhëheq dikush tjetër. Andaj syrin e lëshon aty ku nuk duhet, sepse nuk ka sabër dhe zemra nuk e menaxhon syrin. Në momentin që nuk ka sabër, dora prek atë që nuk duhet. Në momentin që zemra nuk e komandon këmbën bashkon atje ku nuk duhet. E kështu me radhë, pra roli i gjymtyrëve të njeriu në kryerjen e detyrave të caktuara. Andaj sabri është i domosdoshëm, është i nevojshëm, është i patekaluar në për çdo kënd i cili dëshiron që të dalë në fund fitimtar.